Me cilat ushqime nuk rekomandohet me u kombinu turshijat? Vazhdo t'i punat ndërzohen pyetjet spinali. Ti punen me scenarion e pyetje. Realisht nuk ka ushqim që mundet, përveç ushqimet që kanë sasi të lartë të aciditetit, normal që nuk rekomandohet për shkak që mos me rrit ose ushqimet shumë të kripura. Përndryshe, në vend sallatës që nuk e kemi gjatë dimrit, preferohet më manë turshit. A kanë kalori? Kanë, po kanë sasi shumë të vogël të kalorive. Normal, po normal gjatë fermentimit, kuptojmë sallatat kanë kalori më të vogël në krahasim me ushqimet e tjera dhe njëjtë janë edhe perimet që konservohen. Po në krahasim për shembull me sallatën e freskët, turshit ndikojnë me rrit vlerat momentin që me gradualisht i rrisim vlerat momentin që e fermentohet. Më thënë e kemi bu fillimisht karotën edhe këto, nëse spriton saron ti në bën karotën po, edhe ndërkohë po shfrytëzorasin ujin me pregadit, 1 litër ujë. Me i bo ma të mdhaja, Lena, po? Jo, për turshi, ma të vogla. Kështu ma të holla. Ma të holla. 1 litër ujë i shtojmë 150 ml u full molle. Po? Molle? Po, 1 lugë gjys krep, kripe trash, po, e pa utizume, edhe unë e preferoj mi shtu disa piperci këto tek uji edhe gjethet e dafines. Edhe gjethet e dafines? Po. Për shkak që sarandës nuk i pëlqen hudra, unë nuk e kom zgjedhë hudrën sot. Po ju mundeni me i vendosë hudër? Po, mu mi shtu hudër si pas dëshirës. Ujnë e loj me vlu. Po.